Mirë se na vjen Erta. Shumë faleminderit për ftesën sërish. Faleminderit që jemi ne. Unë besoj që tani në stinën e verës të gjithë kemi nevojë të mësojmë dhe të kuptojmë sa më shumë dhe mbi të gjitha të jemi të kujdesshëm për atë çfarë zgjedhim për lëkurën tonë, sepse sigurisht që kreme me SPF ka shumë llojshmëri. Ju sigurisht që veçantia e të gjitha produkteve që ti krijon është sepse janë të gjitha produkte organik, pra nuk kanë kimikate në përbërjen e tyre. A është e rëndësishme që një krem SPF të jetë organik dhe çfarë dallimi ka nga kremrat e ndryshëm komercial që gjenden në treg? Si fillim duhet të kuptojmë që 70% e plakjes të lëkurës vjen nga mos mbrojtja e mirë e diellit, pra vjen nga ekspozimi në diell, që do të thotë që nëse ne do të përdorim kundra diellit e duhur, do të kemi një mbrojtje 70% më të mirë të lëkurës, do nuk kemi plakje të parakohshme, rrudha, hiperpigmentime, njolla nga mosha apo dhe nga rrezet e dëmshme të diellit. Pastaj së dyti duhet të kuptojmë se çfarë tipologji lëkure ne kemi për të marrë kundra diellin e përshtatshëm, pra kemi kundra diell që janë oil free për lëkurët e ndryshme ose ato akneike për të mos e keqësuar lëkurën, pra shkojmë për ta mbrojtur nga rrezet e diellit, dhe nëse kemi një lëkurë akneike dhe përdorim një kundra diell të tipit të tillë që ka shumë vajra brenda, atëherë ne do të kemi një shpërthim të akneve dhe një yndyrë më tepërt në lëkurë. Pra do mbrojmë nga njëra anë dhe do dëmtojmë nga ana tjetër, kështu që shikojmë edhe një herë tipologjinë dhe zgjedhim produktin e përshtatshëm. Dhe 50 SPF faktorin mbrojtës. Kjo do të thotë se sa kohë jemi ne të ekspozuar jashtë dhe sa mbron. Nëse do të përdornim një SPF që do të ishte 15 ose 30, ne do të ishim më pak të mbrojtura në rrezet e diellit, dhe nëse përdorim produktin me 50 SPF jemi më shumë orë të mbrojtura, nuk është thjesht më i fortë apo më i butë, thjesht jemi më shumë orë. Po si është frekuenca e lyerjes me kremin SPF gjatë verës? Nëse përdorim një krem SPF 50, sa herë duhet të lyhemi gjatë ditës? Çdo 2 orë duhet ta rinovojmë, por nëse ne jemi të ekspozuar në diell, duhet çdo 2 orë të rinovojmë kremin ton. Nëse kemi një krem hidratues. Në të vërtetë e aplikojmë apo nuk e aplikojmë çdo 2 orë? Nuk mendoj se e bëjnë të gjithë, por do të ishte shumë mirë që të ndërgjegjësosh ta bënim të paktën në momentin që jemi të ekspozuar për jashtë, në momentin që jemi në plazh apo në pishinë, apo dhe jemi duke ecur dhe jemi në diell. Mund të përdorim kundra diell me make-up, nëse jemi të grimuara për të mos prishur. Po, në fakt, për vajzat është një tjetër pikë ku ne do të ndalemi, një tjetër moment, sepse për vajzat shumë i rëndësishëm gjatë stinës së verës dhe jo vetëm gjatë verës, është një lëkurë e cila është gjithë kohës e hidratuar, por gjithashtu edhe që të duket bukur. Edhe patjetër që një lëkurë të duket disi më e hidratuar edhe me një trajtshmëri, na nevojitet kremi puder. Kremi puder jo gjithmonë ka SPF. Mund të ketë 15 SPF mbrojtje. Vitet e fundit duket sikur janë shtuar më shumë produktet që kanë përmbajtje të SPF-s. Ju e keni krijuar një të tillë? E kemi krijuar, por ne kemi 50% mbrojtje, nëse do të ishte me 15% mbrojtje do na mbronte vetëm gjysmore, pra derisa ta vendosnim ai do kishte përfunduar mbrojtja e tillë, prandaj na duhet me 50% mbrojtje. Ne kemi bërë një përdorur një krem SPF, këtë kremi që ju keni krijuar Nerta me SPF 50 është Kjo është mbrojtës, gjithashtu krem mbrojtës kundra diell dhe pastaj ka edhe këtë nuancën. A është e nevojshme që ti vendosim poshtë një shtres kremi SPF pa ngjyrë? Jo, nuk është fare e nevojshme, bashkë ky në përbërjen e tij ka vajrat me ngjyrna të ngopura dhe ndihmon në hidratimin e lëkurës dhe nuk ka pse ta ngarkojmë më tepër të lëkurën. Shoh që i jep një uniformizim lëkurës, dhe gjithashtu një lloj pigmentimi shumë të lehtë që i përshtatet me sa shoh lëkurës apo gabohem? Jo, përshtatet me çdo lloj lëkure, je shumë e saktë. Përshtatet me çdo lloj lëkure, është shumë e mirë në momentin që jemi të grimuara për të rifreskuar make-upin dhe për të mos e gjetur kështu si justifikim që po vendosa kundra diellit mbi make-up. Domethënë do të bëshim si ka disa lloje teksturash të kremit SPF, të cilat ne i kemi këtu, që Nerta i ka krijuar, ja tek janë. Megjithatë, si do t'i listojmë edhe si duhet t'i përdorim? Nisi me kremin i cili duhet jetë, kam përshtypjen pak është më vajor? Ky është më vajor, është për lëkurët e thata, nëse dikush ka lëkurë të thatë, unë vetë kam një lëkurë të thatë dhe nëse vendos kremin oil free, më rrin lëkura shumë e thatë dhe nuk ndihem rehat me produktin. Pas ka dhe një pigment me sa shoh? Po, vjen pak në roz. Po, pse? Çfarë përbërje ka? Ka vetëm pak pudër gështënje për të ndëjtur pak më i thatë në lëkurë dhe për të mos treguar atë pjesën e yndyrës. Pra në momentin që aplikon, rrin i thatë, pra nuk lë atë yndyrën, e hidraton shumë e lëkurën, por nuk lë të duket ai shkëlqimi i produktit. Ky i përshtatet lëkurave mikse me tendencë të thata, dhe lëkurave të thata.
Ka në përbërjen e tij përmban filtra fizik dhe kimik për të mbrojtur më së miri. Ka pudër gështenje. Pudër gështenje nuk e kisha dëgjuar asnjëherë dhe nuk e dija që përdoret. Edhe Çfarë efekti ka pudra kundradjelli gështenjes? thjesht jep atë pak ngjyrën edhe e përthith vajrat dhe lë pak më mat lëkurën, le të themi. Kundradjelli që është me filtra mineral, që mbron edhe ky 50%, është për të gjitha llojet e lëkurëve, mund ta përdorin dhe lëkurët e thata dhe lëkurët e ngjyrshme. Mikse të mund t'i gjitha. qëndroj, po? Ja e kthim këtu nga kamera. Direkt krijon një stres dhe tregon këtë pjesën e mbrojtjes pra pak si më qumësht në trajt? Po, është me minerale, vjen më qumë, është në trajt, dhe krijon direkt një stres që e mbështjell lëkurën tonë dhe nuk i lejon rrezet e diellit që të depërtojnë. Po e njëjta gjë vlen edhe me kundradjellin. Tani në sezonin e verës, kur fillojnë edhe temperaturat të ngrihen, problem është djersitja e tepërt, edhe ka persona që evitojnë përdorimin e kremit të diellit për arsye të djersitjes, edhe nuk e vendosin në pjesën e fytyrës apo edhe të qafës. Ne kemi një teksturë të lehtë. A ka një produkt në këtë rast, apo a duhet vendoset mbase një linjë produktesh për të pasur një fytyrë sa më të shëndetshme? Ishte kjo pjesa që thamë, nëse zgjedhin produktin e duhur, nuk kanë atë pjesën e djersitjes. Pra, këtu kemi një kundradjell tjetër që është në formë gjeli, edhe ky përthithet shumë mirë nga lëkura, është oil free, siç e thamë, është për lëkurat akneike, ato që kanë tendencë me yndyrë, pore të zmadhuara. Edhe mund të djersitet, mund të përdoret. Mund të përdoret, po. Nuk është problem. Nuk është fare problem. Mund të përdoren dhe nga fëmijët e familjes, duke qenë se janë me produkte me përbërës natyral dhe nuk shkaktojnë efekte anësore. Pra dhe sikur ti vendosin, ti konsumojnë, ti vendosin të duart dhe të fusin duart fëmijët në gojë, nuk përbëjnë fare problem. Jam e sigurt që e ke testuar mirë tregun edhe ke parë se çfarë ka përsa i përket produkteve të ndryshme që shumë shpesh bëhen virale, që shumë shpesh vajzat e djem i përdorin. Cili është ai element përbërës që kanë zakonisht këto produkte që nuk e rekomandon të përdoren? Edhe që mendojnë që duhet jetë një shqetësim që të ngrihet edhe të bëjmë mirë të mos i përdorim dhe të jemi më tepër të prirur drejt përdorimit të produkteve organike. Në përgjithësi produktet komerciale vinë si pasojë e vajrave nga nafta, le të themi vajrave sintetik dhe filtrave të cilët janë kimik dhe shkaktojnë sëmundje të ndryshme në përdorimin e tyre në lëkurë. Mund të jenë më ekonomik normalisht sepse nuk kanë cilësi të lartë, por ama na dëmtojnë lëkurën dhe ne ato që kemi kursyer duke bler një produkt ekonomik i lejmë pasaj të dermatologu për të shëruar lëkurën tonë. Ne mund të themi që të gjithë përbërësit janë të shkruajtur si tek produktet tona, por dhe në çdo produkt janë të shkruajtur në etiket, mund t'i lexojnë dhe të kuptojnë nëse çdo produkt është apo jo i përshtatshëm. Tani kemi dhe ato programet që i skanojmë dhe shikojmë se sa apo ka disa programe të cilat skanohen produktet dhe mund të kuptojnë se sa të përshtatshme janë dhe kujt i dedikohet produkti, duke parë përbërjen që kanë në etiketën e tyre. Kur flasim për SPF, ne duket sikur i kushtojmë vëmendje vetëm fytyrës, një lëkurë të mirë dhe të shëndritshme dhe të hidratuar të lëkurës, por në fakt edhe pjesa e trupit, edhe duart, edhe këmbët ka nevojë patjetër për krem SPF apo vaj me një SPF të lartë. Aq më tepër kur flasim për stinën e verës. A ka një produkt i cili mendojnë që duhet, që ka shumë element të mirë brenda dhe që bën njëkohësisht edhe një hidratim apo shkëlqim të mirë të lëkurës, por gjithashtu edhe të mbron nga rrezet të dëmshme? Atëherë, kundradjelli i trupit është po një lloj rëndësishëm si ai i fytyrës, duke marrë parasysh se lëkurës, kjo e fytyrës, lëkurës dhe kjo e trupit duhet mbrojtur të dyja. Duhet vendosur po një lloj, nëse ekspozohemi, duhet aplikuar dhe riaplikuar çdo 2 orë, nëse jemi në plazh. Nuk vlen kjo 2 orë, pra nëse ne zhytemi në det dhe e fshim lëkurën tonë me peshqir, funksioni i kundradjellit ka mbaruar, duhet ta riaplikojmë. Nuk e them këtë kaq për veten tonë, por për fëmijët që ne i kemi vendosur kundradjellin, futen lajë në det dhe mbasi dalin. Mirë, se mendojmë që e kemi vënë një herë në mëngjes, jemi të mbrojtura dhe pastaj themi që e ka fajin kundradjelli, duhet filluar pra aplikimi i mirë i kundradjellit. Ndërkohë kishim dhe një bisedë pak më përpara për pjesën e nxirjes, që është një diskutim shumë i mirë për ne. Unë besoj që është një diskutim i mirë dhe jam e bindur që të gjitha vajzat në këtë periudhë është një temë të cilat e zhvillojnë, duan të mësojnë më shumë, por në fakt nxirja, aq më tepër nxirja artificiale, ajo nxirja e shpejtë që ne duam të arrijmë, nuk është gjithmonë nuk është e shëndetshme, është kancerogjene, madje i shkakton shumë dëm lëkurës. Atëherë në rast se dëshirojmë të nxihemi dhe të marrim një ngjyrë bronzi e cila mban gjatë dhe në mënyrë shumë organike, kemi vajrat nxirës që vijnë nga karrota, nga vaj bajames, nga vaj kokosit, do në disa përsëri. Pra janë me përbërje vetëm të vajrave? Po.
Ka vetëm vajra dhe ka një filtr mbrojtje, siç e shikon që është 20 SPF. Nuk është shumë i përshtatshëm, por në momentin Pra që edhe vaj nxirrës edhe ka ditët e para që ekspozohemi në diell dhe duam të nxjihemi, kombinojmë me kundra diellin, vendosim njërë kundra diellin dhe pastaj vendosim vajin. E njëjta gjë vlen edhe me pastën, pasta është me dyllblete, po ta shikosh dhe ka të njëjtat vajra në përbërje, por ka dyllblete dhe kjo e bën lëkurën rezistente ndaj ujit. Pra ti kur e vendos, kjo bëhet si një waterproof, le të themi, rezistente ndaj ujit. Po, sepse shpeshherë për vajzat është disi problematike, a? Po, dhe nxin më shpejt, ka dyllblete, shumë ushqyese, rrit elasticitetin. Si gjithmonë i marri merr kremrave, po. Vjen nga vajrat, nga mjalti, nga dylli bletës, ne përdorim dyll blete që është i freskët në laboratorin tonë dhe e transmeton atë aromë kudo që vete. Pra kjo do të ishte një mënyrë shumë e mirë për të nxirr, për të pasur një trup një gjurë çokolate të njëtrajtshme, e cila dhe mban gjatë, nuk ikën me larjet, kjo është më e rëndësishme. Pra në qoftë pse nuk ikën në këtë rast me larjet? Në momentin që ne nxjihemi, njëkohësisht të gjitha produktet hidratojnë lëkurën, nuk nxjihemi në sipërfaqe dhe e përcëllojmë lëkurën dhe më mbrapa lëkura rigjenerohet dhe ndrohet. Pra, vazhdojmë të kemi po të njëjtën lëkurë, duke qenë se ajo është e hidratuar dhe e ushqyer. Kam bindjen që shpeshherë edhe në faqen tënde të Instagramit të pyesin rreth problematikave të ndryshme që vajzat mund të kenë, sepse kryesisht vajzat janë më të interesuarat. Edhe gjatë verës a sugjeron që të ndryshoj linja të cilën ne përdorim për kujdesin ton ndaj lëkurës, fjala bie për fytyrën. A mendojnë që tani në sinën e verës, në rritjen e temperaturave, duhet të ndryshojnë edhe produktet që përdorim, të paktën në funksionin që ato kanë? Edhe çfarë sugjeron, cila është rutina ideale që mendon se duhet kemi tani në pranverë? Duke përfshirë edhe SPF-n. Bashkë me SPF-n do doja të kombinonin dhe vitaminën C. Vitaminën me vitaminën C. Po pse përdoret vitaminën C në verë? Po, përdoret shumë. Kemi llojet e vitaminës C që nuk oksidohen nga rrezet e diellit. Janë shumë të mira dhe kombinohet perfekt me kundra diellin. E mbron që të mos krijojmë njolla nga hiperpigmentimi, gjithashtu zbeh njollat që ne gjatë kemi dhe mbron nga radikalet e lira. Pra të dyja së bashku janë kombinimi perfekt. Mund të themi domethënë që janë nga revolucionet më të mira të kozmetikës, kombinimi i të dyja produkteve së bashku. Vitamina C përdoret në mëngjes? Përdoret në mëngjes, por do mund ta riaplikojnë dhe gjatë ditës. Nëse e kombinojnë me kundra diellin dhe në momentet që janë në plazh dhe ekspozohen, do shikojnë që lëkura do të ketë një shkëlqim, do marrin nxirje të njëtrajtshme dhe nuk do të kemi hiperpigmentime, kemi shmangjen totale të hiperpigmentimeve. Gjithashtu, kur përdoret vitamina C, a është e këshillueshme që të përdoret një krem hidratues? Këtë do thosha po, duhet të përdorim një krem hidratues, serumi nuk e zvendëson absolutisht kremin ton. Pra, kremi është një produkt i cili është i pari në listë dhe pastaj vjen serumi. Serumi vërtet depërton deri në shtresat më të thella të lëkurës, por nuk mjafton për të hidratuar shtresën e lartme dhe elasticitetin, për të ruajtur elasticitetin dhe barierën e lëkurës, le të themi. Çfarë bën të veçantë serumin e vitaminës C, sepse ne dimë dhe kemi dëgjuar që në momentin që përdoret serumi me vitaminë C apo vitamina C në cilën do trajtë, ajo që duhet kemi pak kujdes rrezet e diellit, të vëmë një SPF të mirë, etj. Çfarë bën të veçantë? E veçanta kësaj është ajo që folëm më parë, që e mbron lëkurën nga rrezet kancerogjene si fillim, pra krijon një barierë mbrojtje edhe në kombinim me kundra diellin, mbrojnë 70% nga plakja e parakohshme. Ajo që dua të theksoj më tepërt është pjesa e kremit hidratues. Normalisht në mëngjes kremi hidratues dhe në mbrëmje nuk duhet të mungojë nga lëkura. Në momentin që lëkura është ekspozuar në diell, dehidratohet dhe ka më shumë nevojë për ushqim. Jo vetëm pjesa e fytyrës, por dhe e trupit. Duhet përdorur kremi i trupit mbas dushit, mbasi ne jemi ekspozuar dhe kemi përdorur kundra diellin dhe vajin, duke qenë se dielli ka qenë shumë i fortë dhe rrezet e tij normale kanë bërë punën e vet për të rritur elasticitetin e lëkurës dhe për t'i dhënë një shkëlqim asaj, duhet të përdorim gjithmonë kremin mbas dushit, si për trupin ashtu dhe për fytyrën. Ku e kuptojmë ne që fytyra jon ka nevojë për një krem të mirë dhe për një linjë të mirë të përdorimit të produkteve? Në momentin që ne... Sepse ne të gjithë mund të përdorim edhe mund të kemi një rutinë, po jo gjithmonë ndodh që është e duhura. Në momentin që ne grimohemi, në momentin që ne përdorim të abuzojmë me pjesën e fytyrës tonë, duhet bërë dhe trajtimi, jo vetëm kremi, pra duhet të bërë që nga larja e fytyrës, që nga maskat e fytyrës, nga skrabet, të gjitha kanë një rol dhe nuk janë si dytësore, le të themi, në rutinë, por duhet të jenë po një lloj të rëndësishme, ashtu si kundra dielli, si vitamina, si kremi. Maskat e skrabi ndihmojnë në eliminimin e qelizave të vdekura, dhe kur lëkura është e pastër, çdo produkt që ne vendosim në të ka më shumë rezultate.
Normalisht në bazë të cilësisë të lëkurës që ne kemi dhe jo më të moshës, në bazë të nevojave marrim dhe produktet, pra mund të jemi në moshën 28 vjeç, po të kemi nevojë për një produkt krem lifting, le të themi, dhe mund të shikosh femrat të cilat janë shumë të kuruara dhe janë 40+ dhe kanë nevojë vetëm për një produkt ushqyes ose një antirudh për të tonifikuar pak lëkurën, por jo kaq intensiv. Për çfarë pyesin vajzat më shumë? Për çfarë janë kurioztare më shumë për të ditur dhe cili është produkti që ato duan? Unë kam në fakt iva shumë adoleshente që më shkruajnë në privat për pjesën e akneve. Është një problem shumë madhor në Shqipëri, nuk kurohen me mënyrën e duhur, ose duke pasur një problem madhor si pjesa e akneve, pretendojnë se mund të shërohet me larjen e një sapuni, apo një larsi, apo një serumi, apo një kremi. Nuk e konceptojnë dot faktin që është një sëmundje, le të themi, lëkure, e cila duhet trajtuar dhe i duhet komplet gama e produkteve për të pasur një lëkurë sa më të bukur dhe më të pastër, pra nuk mund ta bëjnë atë me një sapun. Ti ndërkohë si një eksperte, si një mikrobiologe, edhe sigurisht një person që e marrë shumë me kërkime të ndryshme dhe ke sjell ndërkohë produktet dhe krijimet e tua më të mira, si mendon për sa arrihet dhe vihet të re rezultati pas përdorimit të një produkti, qoftë në rastin e adoleshentëve që pyet, që se kërkojnë gjithmonë produkte për të pasur një fytyrë pa akne, po ashtu mbase edhe për trajtime të tjera, për problematika të tjera të fytyrës, por gjithashtu edhe një fytyrë më hidratuar për pasoj pasi përdorim kremin e diellit në SPF50. Atëherë, një fytyrë që të tregojmë, shikojmë direkt në produktet që janë komerciale, ka soda të ndryshme të cilat në momentin që ne ja aplikojmë në fytyrë, flas për moshat që kanë shumë të nevojshme atë pjesën e mbushjes të lëkurës, mund ta shikojmë atë rezultatin që në javën e parë ose në 2 javët e para, por kjo ndodh sepse ato sodat e ndryshme fryhen dhe fryn lëkurën tonë nga brenda duke prishur dhe indet. Sodat të ndryshme janë produkte të ndryshme. Po. Në gjuhën tuaj shkencore quhen kështu. Japin një rezultat i cili nuk është kaq origjinal, pra në ndalimin e përdorimit të këtyre produkteve fillon lëkura dhe fillon dhe varet, dhe ndërkohë që indet janë të ndosur bëhen akoma më keq. Produktet organike mund të vonojnë pak për ta treguar efektin e tyre, por efekti që japin është një efekt origjinal, le të themi, dhe një afatgjat. Pra nëse ne përdorim një set produktesh në një muaj, ne normalisht do fillojmë të shkojmë rezultate shumë të mira, nëse jemi dhe përdorues të rregullt, pra nëse nuk i vendosim aty në bufe dhe presim që ato të bëjnë magji, por i vendosim në lëkurë, për një muaj ne do të kemi një rezultat shumë të mirë dhe është një rezultat afatgjat që kemi përfituar me mund në realitet. Edhe me të gjitha pa dëmtuar besoj barrierat të lëkurës, sepse produktet janë organike. Pa efekte anësore. Çfarë po mendon, çfarë do sjellësh së fundmi? Ke menduar për të krijuar ndonjë produkt? Kemi menduar që në një radhë tjetër t'ju tregojmë se si mund ta trajtojnë celulitin, që është një temë shumë madhore, është estetike më shumë. Ku janë vajzat? Nuk ka të bëjë me peshën apo me moshën, të gjitha femrat pothuajse sot një 80% që mirë ka celulit, se si mund ta kurojnë në shtëpinë e tyre duke përgatitur vajrat vet. Bukur, në puntatën e ardhshme do të kemi mundësi që në kushte shtëpie të përgatisim edhe atë ilaçin magjik kundër celulitit. Faleminderit që ishe me ne sot dhe faleminderit për të gjitha këto që sa po shpjegove dhe sa po tregove në program. Mirë, tani do të shkëputemi sepse është momenti i edicionit informativ të orës 12, që do të vimi një herë pas pak dhe ne do shihemi bashkë në orën 12:15 me pjesën e dytë të programit. Qëndroni në ekranin e RTS-s.